Kontrastet estetike e historike janë përkthyer në recitalin e pianistit Malazias Boris Kraljević në kuadër të Festivalit Ndërkombëtar të Muzikës Klasike Chopin Piano Fest. Rrëfimi muzikor erdhi nëpërmjet veprave të Arnold Schönbergut dhe Franz Schubertit. Koncerti në amfiteatrin e Bibliotekës Universitare u dallua përqasjen personale ndaj repertorit klasik. Programi nisi me ciklin Six Little Piano Pieces të kompozitorit austriak Arnold Schönberg. Janë 6 miniatura pianistike që konsiderohen ndër krijimet më përfaqësuese të periudhës së tij. Me gjuhë të përmbledhur muzikore dhe intensitet emocional, këto pjesë hapën koncertin me një atmosferë që ngjante në muzikë bashkëkohore me nota të vendosura larg njëra tjetrës dhe vinë si të shthurura. Pas kësaj, Kraljević kaloi tek universi i Franz Schubertit me 4 impromptu. Publiku ka dëgjuar 4 pjesët në tonalitete të ndryshme me tema midis lirizmit intim dhe shkëlqimit virtuoz. Dramatike e lirike ka qenë e para, virtuoze dhe energjike e dyta, poetike e treta, ndërsa ritmike e fundit. Shumë emocionale ka qenë Piano Sonata, me strukturën e saj në 4 kohë, nga energjia e allegro te karakteri mediativ i andantino, gjallëria e scherzo dhe përmbyllja dinamike rondo allegretto presto. Sonata ka qenë si një lloj boshti muzikor i mbrëmjes të ajntën në recitalin e dytë me radhë për këtë edicion. Për pianistin Kraljević, kjo ka qenë hera e dytë në Prishtinë që ka performuar. Për të parën herë kishte qenë si student. It was at 1984 the first time when in Yugoslav Union competition there was Ishte në vitin 1984 hera e parë kur në garën e Federatës së Jugosllavisë kishte disiplinë të pianos, duetit. Dhe në atë kohë unë isha nxënës i shkollës së muzikës në Sarajev në klasën e mësuesës sime të mrekullueshme, profesoreshës Neda Stanković. Ndodhi që me kolegun tim të klasës të merrnim shumë çmime të para me pikë maksimale. Dhe për shkak të një rezultati kaq të mrekullueshëm, ne jemi nderuar të luajmë në sallën e të Borë Ramizit. Pas kësaj studiova 2 vjet në Titograd. Ajo ishte një kohë e mrekullueshme për mua, me profesor Konstantin Boginon, dhe pas një periudhe gati 10 vjeçare shkova për të studiuar në Konservatorin e Moskës Çajkovski me profesorin legjendar Lev Nauma. Ka kujtuar karriget e kuqe në sallën e kuqe, e cila deri tash kishte imazhin e njëjtë edhe mbi 4 dekada pas nga performanca e parë e tij në Prishtinë. Infrastruktura vazhdon të mbetet e njëjta, veç publiku ka ndryshuar. Very glad that Pristina is such a modern and vibrant city. Më vjen shumë mirë që Prishtina është një qytet kaq modern dhe i gjallë, dhe më e rëndësishmja për mua, kjo audiencë mrekullueshme, audiencë kaq e vëmendshme. Ju keni dëgjuar shumë koncerte dhe ky nuk është repertori më i lehtë për tu dëgjuar, por doja të rifreskoja pak publikun nga Chopini në këtë festival dedikuar tij, kështu që solla, le të themi, vjenën e re dhe të vjetër, Schönberg dhe Schubert. Kraljević konsiderohet ndër pianistët më të njohur të Malit të Zi. Ai është formuar fillimisht në Sarajev dhe më pas ka vazhduar studimet në Titogradin e asaj kohe, sot Podgoricë, ndërsa një etapë vendimtare në zhvillimin e tij artistik ishte studimi në Konservatorin Çajkovski në Moskë, në drejtimin e pianistit legjendar Lev Naumov. Aktualisht jeton dhe vepron në Singapur, duke kombinuar aktivitetin koncertal me pedagogjinë.
21 maj e dita kur është mbajtur koncerti, shënon jubileun e 2 dekadave pavarësisht të Malit të Zi. Në fjalën e saj, drejtoresha artistike e festivalit, Leila Pula, e ka lidhur këtë mbrëmje me momentin historik të shtetit fqenj. Koncerti ka nisur edhe me intonimin e himnit të Malit të Zi dhe me fjalimin ndër të cilat edhe ambasadori i Malit të Zi në Kosovë, Bernard Çobaj. Uroj përshëndetësisht 20 vjetorin e pavarësisë së Malit të Zi dhe të shpirtit nacion time. Dhe aq më tepër që një mik i yni që e njohim mbi 40 vite, Boris Kraljević, një nga pianistë më të mirë të Malit të Zi, i cili jeton në Singapur dhe është shkolluar në Bashkimin Sovjetik në Moskë. Pianistja Lirika Pula e ka theksuar qasjen e veçantë të pianistit Boris Kraljević ndaj repertorit. Pianisti sonte të Chopin Piano Fest ishte i mrekullueshëm, pianisti malazez. Unë kisha kohë që doja me dëgju, në fakt se kisha dëgju shumë për lojën e tij, nga kolegët mia, të cilët një nga ato që ka studiuar me të, edhe u kënaqa shumë me lojën e tij. Ishte një lojë komplet e veçantë, një trajtim komplet ndryshe i veprave, por që është për të admiruar në fakt, sepse këto janë vepra, për shembull impromptu të Schubertit, janë vepra që ne dëgjojmë shpesh. Por kur i dëgjojmë të ardhura me një koncept pak më ndryshe dhe me një trajtim të tillë siç e bani ai për shembull me dorën e majt që trajtoi shumë veçantë, nuk e la absolutisht si dorë përcjellse, po e boni shumë aktive dhe shumë të bukur, është shumë e veçantë. Recitali i Boris Kraljevićit ka sjell lexim bashkohor të veprave që vazhdojnë të mbeten pjesë e skenës së koncerteve të muzikës klasike.